Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, sot emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me biseda në studio dhe lidhje direkte. Sot qeveria e Kosovës ka marrur një vendim për të ndarë para pra kategorive të ndryshme të shoqërisë kosovare, për çka ka pasur kritika të shumta për mënyrën se si ka vendosur qeveria në detyrë të ndajë mjete për qytetarët në prag të zgjedhjeve. Dhe për të diskutuar për këtë çështje në pjesën e parë të emisionit frontal do të flasim me Shkumbin Misinin, ekonomist, pra për të folur për këtë çështje, për rëndësinë që ka kjo ndihmë, mirë po edhe për ndikimin që mund të ketë tek qytetarët, apo thjesht është një blerje votërs, siç është konsideruar nga opozita kosovare. Kurse në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim për zgjedhjet nacionale, të cilat pritet të mbahen me 7 qershor. Partitë politike kanë nisur tashmë përgatitjet, sikurse janë përgatitur edhe kandidatët për deputet. Madje në listat zgjedhore të partive politike ka kandidatë të cilët kanë ardhur dhe janë futur në listë pra nga diaspora, dhe njëri prej tyre është Besim Hoxha, me të cilin kemi realizuar një intervistë dhe do ta transmetojmë gjatë kësaj magazini informativ për të kuptuar pra qëllimet që i ka zoti Hoxha për të qenë kandidat fillimisht, me pas shpreson që të jetë edhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Pra në pjesën e dytë të emisionit frontal do të jetë intervista me Besim Hoxhën, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet të Kuvendit të Kosovës. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithashtu titujt kryesor. Në prag të zgjedhjeve, Albin Kurti hap sërish kuletën e shtetit dhe ndan nga 100 euro për disa kategori. Kritikohet për këto blerje votash. Një nxënës 10 vjeçar nga Lipjani është maltretuar nga mësuesi i tij, tregojnë rastin për televizionin të shtatë, nga shkolla minimizojnë dhunën. Gjatë punimeve në termocentralin e Kekut janë shpërndarë grimca kancerogjene të azbestit, ndërpritet puna. Përkujtohet masakra e Dubravës së 27 vjetorin e saj, kërkohet përgjegjësi për serbët e cilët e kryen këtë krim. Këta janë titujt kryesor, mirë po ne kemi shumë informacione të tjera që kemi përgatitur për këtë magazin informative, të cilën po nisim me një mbledhje që ka mbajtur sot në mëngjes qeveria e Kosovës dhe ka marrur një vendim. Në prag të zgjedhjeve, Albin Kurti ka hapur sërish kuletën e shtetit dhe ka ndarë nga 100 euro për disa kategori të kësaj shoqërie. Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës. Herët në mëngjes mblodhi kabinetin e tij ekzekutiv. Kjo mbledhje 20 e qeverisë tash në detyrë uftua nga kryeministri Albin Kurti për ta votuar pakon për përballje me inflacionin 2.0. Vetëm 16 ditë para zgjedhjeve të parakoshme u prezantua ndihma prej 100 eurove për këto kategori. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Për fëmijët e pensionistët, para do ekzekutohen para festës së Bajramit, por punëtorët në sektorin privat dhe studentët do të duhet të aplikojnë javën tjetër. Mirë po para se të votohet, ministri në detyrë i financave Hekuran Murati sqaroi se ata që kanë pagën më të lartë se 1.000 euro nuk do përfitojnë nga kjo mas. Për të gjithë punësuarit e deklaruar në muajin prill, pra me të ardhura mujore më pak se 1.000 euro që nuk janë në listën e pagave që paguhen nga buxheti i shtetit. Pra këto është sektori privat dhe sektori tjetër pra publik, por që është jashtë organizatave buxhetore. Pra përfshihen shoqëria civile, por edhe ndërmarrjet publike dhe organizata tjera, pra që nuk marrin pagë nga buxheti. Përveç kësaj, një superlajm sipas shefit në detyrë të qeverisë është edhe rritja e shtesave për nënat lehona. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën beben. Përpas shtesave, Kurti deklaroi se do ta vazhdojë mbështetjen për gratë edhe përmes superpunës për gratë, duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës. Mirupafshim. Por ky vendim i qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti është kritikuar nga opozita kosovare, të cilët kanë konsideruar se kjo është thjesht një blerje vote në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit.
Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Si rëndom pak ditë para se qytetarët u drejtohen kutive të votimit, Albin Kurti ndan shtesa për ta. Fëmijët e pensionistët 100 euro të qeverisë presin t'i marrin javën e ardhshme para festës së Bajramit, derisa studentët e punëtorët e sektorit privat pritet të aplikojnë për të marrë këtë shumë. Por edhe pse i përfitojnë, këto mjete po i quajnë lëmosh. Unë jam katonar e këtyre theshëm vitra. Nëse hajt pak, shtu si hajt pak, këtyre vitra ma zama keq kush për adhesi. Qëtë farë sistemi që shumë të shku nuk në regëll, a du të më konë në parlament, mu votu, mu rritë për çdo muj, se jo sukur tash 2-3 ditë para Bajrami e me dhonë si sadak. Nuk të shku në regëll, nuk të shku asisen heq për shihet. E nënave Lehona, që tash e tutje nga 325 do të marrin 500 euro, kjo po ju pëlqen. Para kamerës jo, mirë po një nën tregoj për televizionin se këtë shtesë nuk e merr, derisa thotë se po e pret atë për fëmijën. Me dhënë këto 100 euro sigurisht i përfiton qika, se janë për këta. E kritika Kurtit i ardhen nga opozita. Vlerëta Dediu nga PDK thotë se ai haptas po tenton blerjen e votës. Absolutisht që qytetarët e Kosovës më shumë se kur sot ka nevojë për mbështetje të qeverisë, por kur kjo mbështetje bëhet në kohën kur vendi është në parafusha dhe presim që të futemi në zgjedhje të reja parlamentare, kjo nuk do koment, është vetëm blerje e votës, përpjekje për një mashtrim elektoral, sepse nuk mund të përkthehet një vendim ad hoc që i shërben pushtetit Albin Kurtit, e që në thelb nuk i ka qytetarin e Republikës së Kosovës që është harruar për 6 vjet. Se Albin Kurti e ka vetëm për fushat zgjedhore, e thotë edhe Jehona Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia në pushtet, në mungesë të rezultateve, ka vendosur që në kohë elektorale, për me ju ndiku në vota, me tentu me i ble vota dhe për krajen e qytetarve, ti bëj shtesat prej 100 eurove. Kjo është krejtësisht e pandershme dhe mendoj që e dëmton krejt klimën politike, e bën garën elektorale të pabarabartë. Në mesin e shumë reagimeve, erdhi edhe ai nga Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë beson fuqishëm se masat të cilat fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit afat shkurtër, rrezikojnë të prodhojnë ndikim të kufizuar afatgjat ekonomik, veçanërisht në një ekonomi si ajo e Kosovës, ku një pjesë e konsiderueshme e rritjes së konsumit përkthehet në rritje të importeve, e jo në shtim të prodhimit vendor dhe të investimeve. Masat e tilla po ashtu kufizojnë disponueshmërinë e fondeve publike për iniciativa dhe investime me ndikim më të madh ekonomik dhe përfitime më të gjëra e më afatgjata. Derisa në rrjetet sociale, pati humor e ironi ndaj veprimit të Kurtit. Për të diskutuar edhe më shumë rreth këtij vendimi të qeverisë në largim të Albin Kurtit, në lidhje direkte e kam ekonomistin Shkumbin Misini. Përshëndetje, zoti Misini. Përshëndetje. Përndej shumë që e pjesë emisionit frontal, pra ka pasur qëndrime të ndryshme sa përket këtij vendimit të qeverisë e Kosovës, nëse vërtet është i vlefshëm, apo thjesht është një vendim në prag të zgjedhjeve që i bie blerje e votës. Si keni parë ju këtë vendim të qeverisë? Së pari, të lutem po të korrigjoj pak, nuk jam ekonomist, po jam profesor universitar, domethënë jam doktor shkencë ekonomisë dhe të barazvlefshme një ekonomist me diplom bachelor, pak është e papranueshme për kësaj radhe po ta fali në fërfond. Këtë kritik banja kolegu tim Shkodran Hotit. Okej, do t'ja përcjell Shkodran. Kritika shkon për të. Unë sido që tjetë të falenderoj shumë që edhe na përmirësua, mirë po edhe që i pjesë emision fondal për ta sqaruar një herë për gjithmonë sa i përket këtij vendimi, sepse qeveria gjithmonë në prag të zgjedhjeve po bën veprime të tilla. Dikush përcjellson si blerje votës, dikush thjesht si një ndihmë që u duhet qytetarëve në këtë kohë të shtrejtimit të çmimeve. Jo, kjo në periudhën afatshkurt ka efekt, sepse Kosova varet drejt për drejt prej konsumit. Rritja ekonomike e Kosovës varet drejt për drejt prej konsumit. Dhe në aspektin ekonomik, domethënë në periudhën afatshkurt ka efekt, sepse për me majt konstant rritjen ekonomike, atëherë drejt për drejt ndikojnë këto mjete financiare, sepse qytetarët e Kosovës do të shkojnë drejt shportave të konsumit. Në aspektin afatmesëm dhe afatgjat është dështim total, tregon që ka një mungesë profesionalizmi, mungesë vizioni, mungesë
mungesë transparence nga institucionet kompetente, konkretisht kryeministri aktual, sepse vetë kryeministri aktual është në kryeministrin e detyrë. Nuk ka të drejtë të shpërndoj mjete financiare në qoftë se nuk e parashë ligji. Ligji është e parashë në kohët krizave. Për shembull në rastet e ndonjë vërshimi të madh të qyteteve të Kosovës, ka humbje të mëdha, kanë nevojë njerëz qytetarë për mindimu, atëherë po, ose në rastin e Covidit-19 tërmeteve, po jo në këtë situata. Dhe lënë me nënkuptu që duke pas parasysh kodin penal të Republikës Kosovës, nenin 422, kjo lënë në nënkuptu që kë ban vepër penale në këtë drejtim. Sepse sikur ta kish pas në kuadër të ligjit, legislacionit, nëse kryeministri në detyrë ju dhimbsen qytetarët, pse ata nuk e ban nëpërmjet rregullorës ligjore, si çdo vit, nëse rritet buxheti për 5%, 10%, 20%, ato t'ju ndahen në mënyrë proporcionale shtresave më shumë të nevojë. Domethënë pensionistët, fëmijëve e tjerë. Sot pensionistët kanë mungesë të produkteve elementare, domethënë e kanë fjalën në aspektin shëndetësor. E pam ditë më parë në hemodializë kur njerëz qytetarë domethënë ata të cilët kanë nevojë për gjëra esenciale në hemodializë u detyroheshin me shku me blej jashtë qendrave të tyre ku e bojnë hemodializën. Dhe shtohet një pyetje hipotetike. Njëna nën ja vep 100 euro, nënën tjetër ja merr nëpërmjet mënyrave të tjera, mënyrë indirekte. Kjo për mua është manipulim, nuk është edhe korrupsion. Nuk ka të bëjë me blerje vota. Kjo është halo me aron, se blerja vota po mdoket fjalë e butë. Kjo është korrupsion. Kjo është korrupsion i mënyrës egër të një lideri që autokrat si që është Albin Kurti. Mirë po, për pjesë të përgjithësisë, pse kemi një lider të tillë, janë partitë opozitare, sepse partitë opozitare janë në gjumë të thellë. Bile mos ta quaj kështu edhe në vdekje klinike. Thatë pra që kategoritë ndryshme përfshirë pensionistët dhe të tjerët kanë nevojë tjera për çka edhe pajtona, por megjithatë ata kanë nevojë edhe për këto 100 euro. Pse mos t'i kenë edhe këto 100 euro? Në përpjekje për t'i përmirësuar ato nevojë dhe kërkesat tjera që i kanë. Po çfarë impakti ka pas qeveria aktuale, domethënë kur i ka shpërndar mjetet financiare kohë më parë? Ne në ekonomi e shikojmë nga aspekti tjetër. Ne e shikojmë se nëse investojmë 100 euro so kena mi nxjerr. A ka shtim të vlerës. Më mirë kishte qenë që domethënë edhe të grupeve familjare të leonave. Më mirë kishte qenë të bëjnë një politikë më të favorshme, të bëjnë një sigurim shëndetësor, në kuptimin që ti kanë bonat esenciale, mos dalin me blej edhe në qoftë se ki nevojë për një grip nëse të bjen, ki nevojë për një gjyq po anë, ti dush me dalin me blej jashtë klinikave të ku shërbesh. Dhe e dyta, pse ne mos me pas nevojë, pse fëmijët e tonë nuk kanë sigurim shëndetësor? Do më marrën se është sigurimi shëndetësor. Pse çdo mjete financiar, ne jena të pas mungesë energjisë elektrike, ne jena të vujt për gjërat elementare. Kjo nuk ja zgjidh problemet pensionistëve. Përkundrazi Kosova varfrohet më tutje. Pse varfrohet? Sepse arrit importin. Kur gjë nuk përfiton, domethënë përfiton në një moment të shkurt, në një moment periudhë afat shkurt, mirë po çmimet janë të fluturuar. Përsëri kanë me fluturu përsëri. Domethënë nuk ka ndalje të inflacionit. Qeveria në moment kur mjetet financiare shpërndahen pa vizion, pa shtim të vlerës, pa produktivitet, qeveria vetë po varfron popullatën dhe po shton inflacion. Domethënë pa një koordinim të mirëfillt me institucionet kompetente siç janë bizneset, shoqëria civile, edhe mu koordinu me ta se çfarë ka mundësi me zgjidh problemin. Kosova ka nevojë me ul papunësinë. Kur e ul papunësinë, e ul varfrinë. Kur ka nevojë, Kosova ka nevojë për shtim të numrit të punësuar. Nuk ka nevojë me shpërndar mjete. Ose le të tregon qeveria aktuale, cili prej shteteve më demokratike, më zhvillimore e ka bën një politikë të tillë për shtim Covid-19. Covid-19 është diçka tjetër, sepse kemi qenë mbyllur dhe është dash patjetër me ndryshe shtetin. Le të më tregon mu qeveria e Kosovës, 3 pyetje pjave konkrete. Pse inflacionin ne e kemi më të lartën, mos tham në pjesë të Evropës, pse ne jemi vendi më i varfër në Evropë, pse ne kemi fuqinë vlerëse më të lartë në Evropë, pse ne kemi rritjen ekonomike në varmi vetëm prej një indikatori dhe pse kemi emigrimin më të lartë në Evropë.
në botë, emigrimin e kemi më të lartë në botë, sipas raportit të Bankës Botërore. Dhe shtrohet një pyetje hipotetike. Tash nëse ky para 2 vite që ka filluar me shpërndar këto mjete, cili ka qenë impakti? Çfarë impakti? Çka ka përfituar Kosova? Kosova nuk ka përfituar asgjë. Përjashtim të disa bizneseve të cilët një pjesë të fitimit që e morën për ato produkte të cilat importojnë nga jashtë dhe na porën tonë të brendshme që e morëm nga diaspora e qesmia shtetit. Dhe kjo në farforme prodhon varfëri, sepse ti kemi arrit importi varfron ekonominë, eksporti pasuron. Në diferencën mes importit dhe eksportit çdo ditë perrisim. Dhe në momentin që ti çdo mjete financiare, ku shkojnë ato mjete financiare? Pyetja është ku shkojnë ato mjete financiare? Se unë po kuptoj që nëse një pensionist i jap 150 e ka pensionin 150 euro, plus 100 euro, sa do pak i ndihmon pensionistit. Po i ndihmon periudhë çat ditë, një javë ditë, çka më bë pensionisti edhe në më ditë. Kjo nuk jep qëndrueshmëri ekonomike, kjo jep varfëri ekonomike, sepse të qatë mjetet financiare i qetë jashtë shtetit. Qëto mjetet financiare, në vend që milion brenda shtetit, me kriju fuqi blerëse mena shtetit, duke subvencionu bizneset prodhuese, ne përshkojmë të kundërtën. Po ashtu, qeveria është me kriju një farë barazie me sektorit publik dhe sektorit privat, jo me kriju ndarësi. Dhe më thënë, e jep në sektorin publik pagën e 13, ndërsa në sektorin privat nuk kush participon në buxhet. Participojnë sektori privat është promotori i qëndrueshmërisë së zhvillimit ekonomik, nuk është administrata shtetërore. Administrata shtetërore ka mundësi tjera për mju suportu. Administrata shtetërore edhe Banka Botërore, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë vërejtje që janë të mbingarkuar. Dhe në një moment të tillë gjeopolitike, problemet jashtëzakonisht të vështira në arenën ndërkombëtare, kjo qeveri le që shpërndon mjete financiare, të cilën asnjë model, të paktën në ekonomi, kjo ndodh në moment të krizave kur bllokohet, siç është rasti Covidit-19, siç është rasti kur ka tërmete të ndryshme, edhe bllokon këtë institucionet dhe qeveria për me suportu njerëzve pore, po jo në situata të tilla. Dhe pa gjeni shtet zhvillum që qeveria edhe tjetra, na nuk e kemi më standardin edhe të vendeve më ndryshme të botës që të kemi shpërndojmë mjete financiare. Nëse kish pas prokurori të merr filt, ky është e keq përdor pozitën e tij udhëheqëse, sepse ky është kryeministri në detyrë dhe nuk e ka në licitacion të parapar, nuk e ka në projekcion buxhetor, ky të paktën e shfrytëzon pozitën e vet udhëheqëse për interesa të veta. Pse është interesi i kohës së vlerës së votës. Mirë, po kjo është pjesë e korrupsionit, duke përfshi me kodin 400 me kodin penal të Republikës Kosovës në enin 422. Unë edhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal, ndonë se besoj që të kemi rast të shkime edhe në studion e këtij emisioni. Ju kërkoj ndjes, po për shkak të nuk jam në Kosovë, edhe më desh patjetër që të paktën mos t'ju refuzoj dhe të lidhem me drejt për drejt, me kënaqësi që hera tjera do të jem në emision dhe vlen të theksohet se kontributin të cilën janë të bënë të jashtëzakonshëm dhe domethënë të cilët nuk paguhen nga institucionet shtetërore, kanë një pagë jo të denjëtetshme, kanë një pasiguri të jashtëzakonshme, ata janë për momentin janë herojt e këtij vendi, janë gazetarët, një pjesë e madhe të gazetarëve të Kosovës, kështu që një pjesë të tyre, të cilët po diskutojnë, po ngrejnë çështje të cilat në vend që opozita të ngrej këto çështje, opozita është në gjumë të thellë dhe janë këta gazetarë të cilët edhe në protesta i kanë pa bashkë me moderatorët e emisioneve kur ka qenë çmimi i energjisë elektrike, kështu që ju përgëzoj dhe lum Kosova që ju ka se përndryshe po mos ju kemi edhe juve si opozitë e mirëfillt, të cilët nuk keni ndonjë interes në mënyrë indirekte apo direkte, mirë po prapë mundoni që të paktën t'ja jepni informacionin e saktë qytetarit dhe ta informoni, duke pas parasysh një gjë të tillë për shkak kërcënimeve dhe mos favorizimeve dhe për shkak të problemeve që keni që po jetojmë në Kosovë, për shkak edhe të bullizimit që ja vojnë nganjëherë edhe përfaqësues të partive politike, po edhe personat zyrtar. Kjo vlen me nënkuptu që ju lumt juve për patriotizmin që jeni të bëu aktualisht. Intelektualët, domethënë institucionet, Akademia e Kosovës, Ministritë përkatëse, intelektualët kanë vdekë në Kosovë, të paktën nuk pishof unë dhe ju jeni patriotat më të madh këtij vendi. Ju lumt.
Unë të falenderoj shumë, ishim në lidhje direkte me Shkumbin Misinin, profesor universitar në këtë lidhje direkte që diskutuan për vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në një shkollë këtu në Lipjan, ku një nxënës 10 vjeçar është maltretuar nga mësuesi i tij. Pra për këtë ngjarje kanë folur për televizionin të shtatë, kurse shkolla është munduar që ta minimizojë këtë rast. Plagën e ka ende në kokë, e ajo ju shkaktua nga mësuesi i tij. Kështu thënë nxënësi O.D. nga shkolla Ibrahim Banushi në Shal të Lipjanit, i cili përfundoi në emergjencë mëngjesin e sajtës. Kjo pas goditjes nga mësimdhënësi, e cila e përplasi me tavolinë. Kina bërë shumë zhumër, edhe unë më kom klos karvë të bon kapor ju më ka, tani unë kam shu për tavolinës. Dhe mund të kam shumë krye, edhe ti kem shu tavolinës. E tani që ka ndodha të kanë qu të spitali? Tani unë më ka morë një mësës, unë ka qu në ambulon, tani në këmëran. I shokuar dhe i shqetësuar me rastin është prindi i tij. Në orën e dytë është, saktësisht s'pedi, se s'pedim hala o bashkë, sakt, edhe pas ka godit një mësës mropa dhe kjo tani ka qenë shlirë, se për fëmija që shonë është të mësuesi shlirë, se ka prit goditjen, i ka ro bonkës me krye. Babaja ankohet se askush nga institucioni arsimor nuk o marrë me rastin. Ka pru djallin në orën e fundit, në orën e fundit e kalon në shkollë, edhe mropa sa marrë kërkosh me këtë punë. Pastaj kur ku morë dhënet, jom kum tentu me thirë drejturin vanë, që atër i kam edhe dhonat kur, kam pesë e dishka, o drejtar shka ka ndodhë me djallin tem, a i thëtë nuk jom konë shkollë, e kum thirë mësuse në këtina, a ja thëtë që aso nuk jom konë, tash nuk e diune. E drejtori i shkollës Izet Shala deklaron se nuk ka pasur dhunë, e madje e quan shembullor mësuesi në fjalë. Ka doni atë të nashësia të zonë ka largu mëson ka largu ka konsultuar në ka unin. Nuk është diçka tragjike, po është diçka tjetër mund më rrej. Është fat keq kanë mësuesi shembullor. Megjithatë, mësuesi dyshuar në mëngjesin e sajtës u arrestua siç njoftoi policia. Është arrestuar i dyshuari në ndyshimin se i njëjti kishte rrahur viktimën mashkull, të cilit i ka shkaktuar lëndime. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Lidhur me rastin, të qasëm nuk kanë qenë nga drejtoria e arsimit në Lipjan me arsyetimin se drejtori ishte shumë i zënë me punë. Ndrojmë natyre informacioneve dhe flasim për një problem tjetër. Tash në Kek, gjatë punimeve në termocentralin e Kekut janë shpërndar grimca kancerogjene të azbestit dhe për këtë arsye është ndërprer puna atje. Në Kosovë ardhën pasi kishin fituar tenderen. Ekipi gjerman që ishin duke punuar në remont në Kek raportohet se tashmë janë larguar. Siç raportohet, gjatë punimeve që janë bërë nga inxhinierët në Elektrofitra, është dëmtuar azbesti, material ky kancerogjen që bëri që ata të ndalojnë punimet. Mirëpo nga ndërmarrja e Kek thonë se nuk ka asgjë të rrezikshme. Nuk ka diçka të rrezikshme. Në kuadër të modernizimit të termocentraleve kemi vërejtur disa grimca gjatë punës dhe për siguri e parandalim kemi larguar punëtorët nga punishtja. Nuk ka të afektuar. Mostrat janë dërguar për në Gjermani dhe s'kemi asnjë raport më tutje. Situata është nën kontroll. As punëtorët e Kekut në termocentralin Kosova B nuk po punojnë që nga dita e enjte. Punëtorët janë në përgjveshtore, asnjë nuk ka dalë punë, do të thonë për jetën e tyre një kujdes stafi i mranshëm këtu dhe kanë ndaluar çdo kanë shëmë muxhin aty përderisa nuk ka një rezultat zyrtar që del se me të vërtet a ka apo nuk ka diçka që ja lutohet. Osmani shton se po presin përgjigje në lidhje me qartësimin e rastit. Besoj shumë në ato që ka qenë jeta njeriut mbrana Kek ka qenë primare, ka qenë edhe nuk ka qenë diçka që anashkalohet në asnjë mënyrë. Edhe tash këtë rast nëse vetëm me të vërtet ka diçka, besoj shumë që ata janë duke i bërë ato ekspertizat ose të i bë, po derisa nuk dalin me një rezultat zyrtar, na nuk guxojmë ose nuk kemi drejt me thonë kur gjë. Tenderin për projektin e elektrofitrave në termocentralin Kosova B e ka fituar kompania gjermane, ndërsa punimet po kryhen nga nën kontraktor.
Nga bjeshkët të Rrogovës erdhën në Prishtinë për të kundërshtuar një vendim të Ministrisë Ambientit që udhëheqet nga Fitore Pacolli. Banorët protestuan para ministrisë, ndërkohë para tyre doli pikërisht ministra për të sqaruar situatën, mirë po siç duket ajo nuk u mirëpret. Për një problem në Rrogovë u thuan drejt Prishtinës. Kundërshtimi i vendimit për ndalimin e mallrave dhe shërbimeve ndërtimore atje bëri që banorët të bashkohen para Ministrisë së Mjedisit në Prishtinë. E kur u afruan pranë objektit, fjalën e morri Agron Nikçi. Sot kemi ardhur nga vizet e Rrogovës për të shprehur pakënaqësitë cilat vijnë nga vendimet e Ministrës së Ambientit, zonës Pacolli, e cila na ka diskriminuar jetën në vatrat tona, për jetën, për zhvillimin, për banimin ku jetojmë në Rrogovë. Dikush tjetër thotë se këto vendime po e bllokojnë zhvillimin. Por sot nuk kërkohet të vdesim si në fushbetej. Sot kërkohet të mbrojmë të drejtën tonë për të jetuar të lirë në tokën tonë. Brohoritjet e tyre i ndërprejo ardhja e ministrës në detyrë, Fitore Pacolli, e cila shije mjaft e relaksuar. Madje secilin prej tyre nisi edhe ta përshëndes. E provoj që ta arsyetoj vendimin që po kundërshtoi nga protestuesit. Insistimi i saj që atyre ju keq interpretua vendimi hasi në kundërshtim nga banorët. Madje dikur nga acarimi hezitoi edhe t'jall zhas dorën ministrës në detyrë. Me konë që e që duhet që shardhën në këtu. E i thot se Rrogovën mund të vizitoj veç kur të anulohet vendimi. Kur të anulosh vendimi, e të nga kërkosh pali ajde. Kur diskutime me palet përfundoi, Pacolli organizoi konferencë për media. Nga aty fajsoi komunën e Pejës. Kur ka marrën në ministri, e kam analizuar dhe kam pa që komuna e Pejës nuk e ka hartu planin rregullues. Pra prej vitit 2022, kur komuna e Pejës e ka pas të drejtën edhe obligimin ta bëj planin rregullues për zonën e bjeshkëve të Nemuna, ajo nuk e ka bërë këtë plan. Nga kjo paraqitje paralajmëroi një vizitë në Rrogovë për trajtimin e ankesave të banorëve. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për masakrën e burgut të Dubravës, masakër kjo e ndodhur para 27 vitesh. Në kujtim të atyre që kanë humbjete në këtë masakër, sot ka pasur aktivitetet të shumta pikërisht në burgun e Dubravës, atje ku ishin prezent edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Albulina Haxhiu, të cilët shkuan në këtë aktivitet me 1 orë vonesë. Me rreth 1 orë vonesë arriti në burgun e Dubravës. Përveç kryeministrit në detyrë Albin Kurti, aty të pramten ishin edhe ushtruesja detyrës së presidentes Albulina Haxhiu dhe zyrtarë të tjerë. Bashkë edhe me të mbijetuarit, këta erdhën t'i kujtojnë viktimat e masakrës që u krye këtu para 27 viteve. Mirë po vonesa atyre shkaktoi paksa tensione tek ata që po e prisnin. Për 116 të vrarët, të plagosurit e të zhdukurit, kreu i qeverisë në detyrë zotua për angazhim për drejtësi. Republika e Kosovës ka obligim moral dhe shtetëror që ta ruaj këtë kujtesë, ta dokumentoj të vërtetën dhe të kërkoj drejtësi për të gjitha viktimat. Ndërkaq Albulina Haxhiu, që ushtron detyrën e presidentes nga 5 marsi, akuzoi Serbinë për përfshirje në çdo hallk të kësaj masakre. Në komandë, në roj, në armë, në mashtrim dhe në përpjekje për ta fshehur të vërtetën. Prandaj sot nuk mjafton ta përmendim Dubravën vetëm si datë, duhet ta kuptojmë si dëshmi për krimet monstruoze që Serbia i ka bërë në Kosovë. E imbjetuar i masakrës, tash kandidati PDK-s për deputet Najt Hasani kritikoi ekspozitën e ish-këshilltarit të Albin Kurtit lidhur me këtë ngjarje. Kuvendin e Kosovës për mbështetje financiare të ekspozitës duhet të mbajnë përgjegjësi, sepse me këtë kanë shkaktuar dëmshmëritore. Ndërsa i mbjetuari tjetër që kandidon për deputet me vetëvendosjen Enver Dugolli, kujtoi këngët që i mbanin më shpresë gjatë asaj kohe. Shokët tanë, kjo luft po na i rënden. Me zë të vogël nga karrika ku ishte ulur, këngën po e këndonte edhe kryeministri në detyrë. Shokët tanë, kjo luft po na i rënden.
Emisionin frontale vazhdojmë me bisedën në studio, do të flasim me një mysafir, një kandidat për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili vije nga Zvicra dhe ka vendosur që të garojë në këto zgjedhje parlamentare që pritet të mbahen më 7 qershor. Me mua në studio është Besim Hoxha. Zoti Hoxha, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A më thonë Zoti Hoxha, a më thonë Besim? Besim alet e kemi. Edhe që jam në mirë dhe që jam në vllahë tam, kështu që Faleminderit. Faleminderit për ftesën së pari. Faleminderit ti që i pjesë emisionit frontal. Realisht unë para emisionit të takohem me ju, ju njohën ju, po realisht duke qenë se është intervista jote e parë apo? Po, e parë. E mirë. Në televizion, kështu që ndoshta një prezantim për ju për t'ju treguar shikuesve, pra por edhe elektoratit kush është Besim Hoxha. Besim Hoxha është një kandidat i listës të PDK-s. Unë jetoj në Zvicër prej moshës 6 vjetë, që 33 vjetë jetoje në Zvicër. Tash jetoj në kantonin e Neuchâtelit. Atje kam studiuar, punoj, e kam një firmë, jam formu në sigurime shëndetësore, i kam 3 fëmijë, edhe jam shumë i lumtur që sot jam listën e PDK-s. Tash besoj që kushdo që na e sheh këtë intervistë thotë çka lypet i prej Zvicrës, se na e kemi synim krejt Zvicrën, qysh këtë jam marrë me lakmi, qysh jetoni atje, qysh vepron, qysh funksionon, e krahasojmë shpesh Kosovën, thonë kur kena më bëna si Zvicra. Çka lypet i prej Zvicrës morë me garu për deputet. Ndëgja, atje kemi një jetë shumë të mirë, po gjithmonë prej fëmijë e kemi pas prej prindve një synim gjithmonë të kthehemi në Kosovë, të kontribuojmë për Kosovën, të jepim më të mirën tonën për Kosovën. E besoj se këto kanë qenë gjithmonë idejat tona që i kena pas edhe i ka ardhur koha me kontributi që kanë ndoshta për vendin tonë. Cili është kontributi jëtë që mundesh me dhënë ti për vendin tanë si kandidat, po ndoshta nëse edhe si deputet i Kuvendit të Kosovës? Po si kandidat ju kum tregua edhe disa njerëzve që në fushën e sigurimit shëndetësor për shembull muj me ndihmu për me ardhë një frymë e re të sigurimit, një sigurim për gjithë, jo vetëm disa persona. Besoj se që kjo mund me konë një e mirë që mund me pru për Kosovën. Ndërkohë kosovarët e kanë këtë përëndimin e kanë se orientim, po në këtë rast Zvicrën, dyqysh për Zvicrën me thonë që është shumë mirë. Kur ka më bo Kosova si Zvicra? Kosova ndërtohet si Zvicra vetëm kur donë populli i Kosovës me bo mirë, edhe kur dojnë kandidatët që zgjedhën prej popullit Kosovës me bo mirë si Zvicra. Populli dënë me po Kosovën mirë. Besoj se cili qytetari i Kosovës dënë me po Kosovën si Zvicrën, edhe ma mirë, besa. Edhe ma mirë. Kja lypë normal që na nuk mujna me prit mrena 20 vjetën prej çlirimit të luftës, nuk mujna me pretendu me kon nivel Zvicrës mrena 20 vjetën, 25 vjetë, e kuptohet. Po besoj se Kosova ka bo shumë përmirësim të mirë për këto 20 vjetë, edhe shpresoj që të vazhdon që ashtu mirë me shku, se na duhet me shku. E çka do të më bo populli për më bo Kosova si Zvicra? Po, populli do të me zgjedh ata drejtuesve e saj do të me konë zgjedhën që shdohet, edhe besoj se me konë populli pak ma të vetëdijshëm për edhe vetë populli me konë ma i sensibilizum për me bo ma mirë në fakt shtetin tonë. Populli në përpjekjen e tij për ta bërë më mirë këtë vend, e ka votuar lëvizjen vetëvendosur me 51%. A nuk është pra nuk mund Kosova të synoj Zvicrën me Albin Kurtin të me lëvizjen vetëvendosje në qeveri? Po, ndëgjon, kur kam pas kaq besim njerëz të aj për me adhon votën 51%, ata kanë mendu, si kur shumica, për shembull e Mërgatës, kanë mendu që ka me bo një ndryshim drastik. Besoj se shumë njerëz janë zhgënjy për ti, edhe nuk ka bo ndonjë revolucion që shpet. Ndryshim ka bo, po. Revolucion rrallë që bandikush, po. A ka bo një ndryshim, sepse jo kur vini nga jashtë,
Pra, i sheni edhe ato ndryshimet. Na jetojmë qëto edhe me ndonë ndryshimet nuk e vrejmë se jetojmë qëto. Kur veni ju, a vrejni ndryshimet gjatë kësaj qeverisje 5-6 vjeqare të lëvizjes vetëvendosje? Unë e kumë vrejt një ndryshim, po jo në mënyrë pozitive. Për mu ka pas mungesë të investimeve në Kosovë, ka pas mjaftueshëm buxhet për me mujt me bo investimet mëdhaja, nuk i ka bo. Edhe është përkeqardhje se qytetari kur të zgjedh 51% me bo ndryshim, duhet me bo një ndryshim. Duhet me kon kur gjamës me bo një minimum bile me bo për këtë vend, e mu po mdoket që nuk e ka bo asët minimum. Por një ndër, le të themi, ata që i garantuan fitoren lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurti, janë votat edhe nga diaspora. Po. Mas 6 vite, ka ndryshu disponimi diasporës, apo... Ka pas ndryshim, po se... Që në këshirë Facebook-u, do që apo komentojnë për diaspora, do në qëndrima është e njëjti diasporës për lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin. Po, dhe që janë do persona që gjithmonë komentojnë negativisht për tjertë parti, për shambull, ata gjithmonë komentojnë të njëjtit. E ku janë që ata tjertë që nuk menojnë se ta? Ata tjertë, për shambull, e kanë kuptu që ideja e ti nuk ka qenë me bo Kosovën ma mirë, po ku po dion ai, ka premtu shumë pak punë, po e kanë kuptu edhe diaspora që nuk ka punu ashtu si që ka premtu. Në fakt, të të shumë e 7 qershor, nëse kanë kuptua apo jo, ose ndoshta kanë edhe një vlerësim që është punuar në këtë vend? Me gjithë ata që unë kum pas kontakt, s'poj me thonë me gjithë, po një pjesë e madhe e tyne, më kanë thonë që nuk kena pas shumë ndryshim të favorshëm për Kosovën, sidomos në shëndetësi, në shkollim, në investime, senet elementare për një shtetë. Po. Nëse nuk e kem një shëndetësi nivel, nuk mujna me pas as një popull shnosh. Nëse nuk e kena arsimin nivel, nuk mujna me pas një shkollim të mirë. Bazat kryesore. Bazat elementare. E kja mu më shtem me mendu që nuk ka bo një qeverisje të mirë. Por, ka bo veprime të mira. Për shkak sot, Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës kanë marrë vendim për të ndarë shtesa për shumë kategori pra këto në Kosovë, filluar nga pensionistët, nga studentët, nga lehunat, nga... Po më intereson Zvicra, për shkak ndodh që me pas kësi vendimet të tilla nga udhëhecit shtetëror atje? Mu nuk ma mërmenja se mujnë me bua si lloj premtime për me fitu një vot prej qytetarit. Dhe që këtu problemi është se kë ka premtu njëjtat shumat, njëjtat vlera i ka premtu edhe me 28 dhjetor. I arsvetoj një farforme si një, po tham një dhurat e fund vitit për qytetarët. E arsvetu më diqysh. Po sot që ka premtoj, qysh me arsvetu sot që ta? Me rëndësi, qytetarëve, një pjesë shumë madhe qytetarëve ju shkojnë në gjep ka 100 euro, dikuj dhe ma shumë, dikuj ma pak. Le të arsyeton që është në Albin Kurti, jaroni ishte në gjep ato pare. Në këtë kohë krize, në këtë kohë çmimesh dhe gjithçka tjetër. Po, kja për qytetarin mund me konë diçka shumë tërheqëse. Po, nuk besoj se është metoda e duhur për me kap një vot një qytetarit. Nuk besoj edhe nuk besoj se ligji e toleron ato me kja i bjerë një farforme sikur që po të jepi 100 euro edhe ti votoma listën tem. Për mu është qasje e gabume. Më i me gabu, po nuk besoj se është e drejtja. Ndërkohë ju, tash keni ardhur në Kosovë, keni fillu, le të themi një parafushat, sepse zyrtarisht fushata ende nuk ka filluar. Qa janë, se më thonë, shqetësimit ose ankesat, ose kërkesat që i kanë qytetarët që ja u thojnë juve kandidatëve për deputet, se shpresojnë që nesër ju do t'jeni edhe deputet Kuvendit e Kosovës. Qa keni vërejt ju? Po, shumicën e rastë është cek shëndetësia, shkollimi, të rritë që pelshojnë vendin. Kja është për mu shumë një temë e rana, shumë prekse, se unë e shofë në Prishtinë, për shembull, del në mbrëmjen në për balkona ose në mëngjes, i shef vetëm ples në për balkona të nejtë, veç vetë kanë metë. Si Zvicra dikur, apo? Po në Zvicër,
para 2 dite ndëgjova një fjalë, tha në Zvicër, tha kërkush nuk e lëshon Zvicrën me shku me punu, tha në Francë, në Gjermani, ose me ardhë në Kosovë, ose dikon tjetër. Tha po krejt rrinë aty, tha po shkojnë për pushimin atë vend. Pse mos me bo na këtë situatë favërshme për Kosovë? Pse mos me pru qatë gjendje ekonomike, për shembull, në Kosovë, që qytetari mos më detyru me dalë jashtë me punu, me pas mundësinë me punu në Kosovë, edhe me dalë me shetit, me këshyrë që ka është në botë. Po, realisht, zëvendës kryeministri e Kosovës ka thonë që po vinë shumë nga, edhe Albin Kurdi besë, tha që po vinë shumë kosovarë nga diaspora, po vinë me jetu dhe me punu dhe me investu këto në Kosovë. Duke qenë se ju tani në përëndim, e keni vërejt këtë trend të kthimit kosovarëve në atë dhej? Shumë pak, mos me thonë heq. Edhe ai që e ka lëshu Zvicrën, ka ardhë me një shpresë më të mirë për me jetu në Kosovë, po ajo është një shifër qatë që vogël, sa që nuk mujnë ata, unë nuk pe kuptoj që është po mujnë me thonë që kanë, po pretendojnë me u kthy prapë, në qëto kushte. Me një vend ku ka shku në degradim, jo në përmirësim. Unë nuk kom taku njerëz. Qysh mundet me përmirësu këtë vend që ju thani që ka shku në degradim, qysh mundet me përmirësu Partia Demokratike e Kosovës nëse vjen pushtet? Po me investimet jashtit, për shembull, nëse i marrin disa firma të mëdhaja, me punësu të rritë këtu, me po investime kapitale, që ato të abin një qysh me thonë, një stabilitet financiar të shtetit. Qysh në shojnë neve Zvicrant, neve Kosovarëve, Shqiptarëve? Po flasë për, jo Kosovarët që i dojnë atje, po flasë për Zvicrant, autokton. Besoj se kanë një mendim të mirë për Kosovarët, e kanë ndrejt imazhin shumë atje, shkaku se kanë punu shumë, ka shumë shqiptarë të suksesshëm, shkollum, ka doktor, avokat, firmat mëdhaja që e menaxhojnë sportista, po normal që imazhi shqiptarëve është përmirësu shumë. Po më tregu që ka mendojnë ata për shqiptarë që jetojnë në Kosovë, vërtet nuk më ka rasti me bisedu kështu me dikon. Po, jo, po fakti që ata mendojnë mirë për ju që jetojnë atje, besoj që kanë qatë përshtypje edhe për Kosovë, aq më tepër kur ata mburën, që shmburëm edhe ne për shkak me granit gjakën. Gjithsesi. Në Gjerdanën e shumë të tjera. Ata janë shumë krenar për shqiptarë që kanë arrit, po na që jemi të Kosovës edhe ma shumë se ata. Qysh po shkon fushate, poshtë që në Facebook e nëzora disa fotografi nga kjo fushat, a din me lu shah me që shpisha këto figurat e shohë? Shumë pak. Shumë pak. Po shqiet se si pas televizit. Shumë pak, po e pata knatësin me taku një shoqat ku ishin shumica gra aty. Merë shumë mirë se i pash 2 gjeneratat, një gjenerat pak më të më shumë, një gjenerat më të re, ata lujshin, garojshin, edhe kjo shumë e bukur me pasë, kur të kombinohen 2 gjenerata, mujnë se cilë për tjetërës diçka e morë. Edhe është e bukur kur din me lu, jo si unë e ti që s'dina me lu. Unë e s'di heq, shumë pak. Po shqiet figurët e shohet, nuk pas kanë lëviz prej veni, veç ke fotografi. Ka po fokusuat, ju jeni këtu nga Kosova, jeni me origin nga? Na jemi nga komuna e Vitis, Pozheran. Po. Aty në Prishtinë jam lind, po i kom jetu 6 vjetë në Pozheran. Ndërkohë sot gjatë ditës se poshtë takim keni pasur me kryetarin e Ferizajt. Po. Me zotri Agim Aliun, për mua është një shembull si duhet me konë një lider. Ferizaj ka përfitu shumë prej ti, edhe besoj se gjithë kandidatët e listës PDK-s e kanë një mundësi me dhonë më të mirën për tëne për me bot njëjtën punë si Agim Aliu. Edhe nëse e marrëm si shembull Ferizajin, besoj se krejt Kosova e ka pa punën që e ka po zotri Aliu. E besoj se duhet mi përkra këta njerëz që janë punëtor me të vërtetë. Po.
Varet këtë që sheshe, nuk u flasë për Agim Aliun, po kështu në përgjësi, dikush për me mëndon që Albin Kurti edhe që kjo qeveri kanë punu shumë, kështu që ata besoj që e votojnë ata që mëndojnë që ka punu në këtë rast Albin Kurtin. Po pyetja ime është qysh mund duket Kosova për shumë me Bedri Hamzën kryeministër, jo me Albin Kurtin. Po, spari besoj që ai është një lider i vërtet, se ai është një profesionist shumë i mirë në fushën e tij, edhe besoj se mund me pru shumë investitorë të jashtëm në Kosovë. Bedri Hamza është një lider që bashkon, nuk përçan, e bashkimit gjithmonë a bën më të fortë se sa me kon vetë. Kur jemi të investitor, për shamba, ka të interesuar në Zvicër, Zvicranë që janë të interesuar për shamba në investuar në Kosovë? Po, ka shumë. Po, ka shumë, po duhet me ofru një farë sigurie për me mujtë me investuar. Çka mungon të një investitori cilin ngoron hala me investu në Kosovë? Tash Kosova është vend i sigurt edhe për investitor nga jashtë, besojon. Po tash ka pas edhe investitorë që kanë ardhur edhe më herët, cilët herë janë mirë prit, herë jo, po besoj që me Bedri Hamzën kanë me pasur një siguri më të madhe për biznesin e tyre. Jemi në fund të kësaj bisede, po du me të pyet pse do të më të votu ty qytetari i Kosovës? Po unë çka muj me pru unë si individ, muj me pru një eksperiencë Zvicrës, një frym Zvicrës në Kosovë. Si për shembull, me marë shëndetësinë, sigurimet sociale për secilin. Ato janë shumë të rëndësishme për popullin tonë. Tjetra është me pru një sistem të shkollimit për ata që e kryjnë shkollën për shembull filloren. Krejt fëmijët nuk janë të bën për me kry universitet ose magistratura, duhet me pas një qasje me bo një shkollë profesionale, me konë, për shembull, me marë 3 ose 4 ditë punë, një ditë shkollë, ata fëmijë bën shumë sukses shumë fushën e tyre. Në administrat, në ndërtimtari. Çfarë do të jetë profesioni? Ata bën tamam profesionist punës vetë. Edhe me një shkollë të mesme, jo me shku në fakultet ose diçka që me një shkollë të mesme. Uroj që të ndodhë kështu, pra uroj që realisht në Kosovë ka disa shkolla profesionale, sigurisht nuk ka shumë, janë 2-3 nëse nuk ka bëjnë, janë Skëndera, janë Malishiv, kështu më radhë nuk e dini se ka dhe tjera, po unë të falenderoj shumë që sot ishë në emisionin frontal. Faleminderit edhe për ty. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, këto po japim fond për sot.